E fara'ejte men ittakhadha ilahehu hawa, a e ke pa atë që për Zot e merr epshin e vet? Pra pas ka njerëz që për Zot e marrin epshin. Me vetdije apo pa vetdije, me qëllim apo pa qëllim. Ka njerëz që epshin e tyre e kanë Zot. Atje ku i drejton epshi, atje shkojnë. Çdo gjë që ua kërkon epshi e realizojnë. More, a është haram, as është haram, nuk është me rëndësi për ta. A dëmton, a nuk dëmton, nuk ju bën përshtypje. Me rëndësi është unë me e kënaq epshin tim. Kjo është me rëndësi për ata. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith madhështor, nuk ka besuar askush prej jush si duhet, derisa nuk përputhet epshi i tij me atë që unë kam sjellur, pra me shpalljen time. Derisa nuk barazohet epshi yt me shpalljen e Allahut, derisa epshi yt nuk kënaqet me atë që thot Zoti, por kënaqet me atë që ti ke dëshirë, atëherë nuk je musliman si duhet. Nuk i ke imanin e plot. Por kur epshi ynë vazhdimisht kërkon atë që Allahu është i kënaqur me ne, qoftë përballë haramit apo përballë halalit. Kur ne dëshirat tona, pasionat tona i peshojmë në peshorën kuranore dhe pejgamberike, atëherë do të dëshmojmë se kemi iman të sinqert, sepse kështu veprojnë të sinqertët. Shikoni sot se çfarë veprohet në ummet në përgjithësi, edhe në shoqërinë tonë. Çdo gjë që servohet, lakmohet. Sidomos rinia jonë, çdo gjë që rinia sonë u paraqitet, u servohet, ata më njëherë marrin si të mirëqenë. Ata më njëherë ndikohen. Pse? I japin përparësi epshit para argumentit. Epshit individual, personal, para argumentit fetar.